Shqipëtar, ku do që jeni, eja të festojnë së bashku 620 vjetorin e lindjes së herojit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Më 6 maj 2025 në sheshin Skenderbeu, Prishtinë. Për herë të parë në Kosovë do të jenë prezente edhe familja dhe pasardhësit e Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Na pret një ditë dhe natë madhështore, një fest e shpirtit shqiptar që fillon në orën 11 me simpoziumin shkencor në Institutin Albanologjik. Nga ora 12 mbi 1000 artist nga organizata Artist për Artist do të krijojnë në shesh një ekspozitë të gjallë, një pamje që flet me shpirtin e kombit. Për më të veçlit tanë, nga ora 13 fillon një program argëtues me këngë dhe valle për fëmijë. Nga ora 15 do të jetë prezente edhe qendra kulturore e Prishtinës mbi 250 fëmijë. Nga ora 16:30 na pret një koncert i jashtëzakonshëm me këngë, valle dhe shfaqje teatrale me motive kombëtare. Në skenë ngjiten ikonat e muzikës shqiptare, arbreshët nga Italia dhe Argentina, Ilir Shaqiri, Nikol Nikprelaj, Kastrio Tusha, Selami Kolonia, Enkelejda dhe Hysni Arifi dhe shumë emra të tjerë të shquar. Me ta do të performojnë asamble artistike nga gjithë trojet shqiptare. Në mbrëmje në orën 20, festa vazhdon me grupe të ndryshme të muzikës rock, deri në orët e vona të natës. Bashkohuni me ne për ta nderuar këtë ditë të shejtë të historisë sonë. O do të shkrihemi për së gjalli, o do ta bëjmë Shqipërinë për së mbari. Ku janë armiqto i shva